Gjirokastra, qyteti i gurtë dhe një nga perlat e trashëgimisë kulturore shqiptare, mirëpret çdo ditë turistë vendas dhe të huaj, të cilët zgjedhin të zbulojnë historinë, arkitekturën dhe traditat e këtij qyteti muze. Rrugicat me kallëdrëm, shtëpitë karakteristike prej gurit dhe atmosfera unike e pazarit të Gjirokastrës krijojnë një udhëtim të veçantë në kohë. Mbi qytet ngrihet madhështore kalaja e Gjirokastrës, simboli që ruan dhe rrëfen historinë e shekujve. Kamera e televizionit Apollon ishte pranë pazarit karakteristik, duke përcjell nga afër jetën e përditshme, lëvizjen e vizitorëve dhe bizneset që mbajnë gjallë identitetin e kësaj zone historike. Në çdo rrugicë, dyqane artizanale apo ndërtesë karakteristike pastrohen vlerat kulturore dhe tradita e trashëguar brez pas brezi. Pazari i Gjirokastrës mbetet një nga destinacionet më të vizituara në jug të vendit, një vend ku historia, mikpritja dhe kultura ndërthuren natyrshëm në ritmin e jetës së përditshme. Çdo gur, çdo kallëdrëm dhe çdo cep i këtij pazari ruan kujtime e histori që vazhdojnë të tërheqin vizitorë nga e gjithë bota, duke bërë Gjirokastrën një prej krenarive më të mëdha të trashëgimisë shqiptare.